pse ministri ka frikë replikat kur përmend me emër. Këtu isha, zoti ministër, të dëgjova me shumë vëmendje dhe bëre shumë mirë që more kohën për të kërkuar informacion mbi shqetësimin që ngrita unë, po kam përshtypjen të informohesh edhe më mirë se sërish e gabim. Sepse ju thatë që na është shtyr me një vit afati. Pyetja ishte pse nuk e mbyllen në qershor të 2025-s digitalizimin e pronave siç ishim rënë dakord me Komisionin Evropian. Së dyti e shtuat me një vit. Ka përshtypjen se edhe këtu duhet të informoheni, sepse Komisioni Evropian thotë që keni kërkuar 3 vite. Dhe në fakt nuk besoj se ju mund të ja dilni të digitalizoni pronat në Shqipëri për një vit dhe 35% sa ka mbetur zoti ministër. Pastaj çështja është dhe më komplekse me pronën, nuk është vetëm kaq. Si do të jepni ju shpjegim Komisionit Evropian për kthimin dhe kompensimin e pronës së Shqipërisë, zoti ministër? Si do të përgjigjeni, zoti ministër, kur s'keni ende një faturë financiare për pronarët shqiptar? Nuk e keni. Ndërkohë që propagandoni se do hyjmë në Bashkimin Evropian brenda 2-3 vitesh. Po si do ta argumentoni akti normativ që keni sjellë në kuvent sot, ku ju i jepni të drejtën si qeveri të prishni pronat e shqiptarëve pa një vendim gjykate? Këtë si do ta argumentoni, zoti ministër? Dhe së dyti, për sa i përket çështjeve të kodit penal, në Shqipëri nuk gjen një jurist të denj, zoti ministër, që ta mbrojë atë draft. Nuk e gjen dot. Në punës, po, gjen, sa të duash. Dhe zoti ministër është e qartë që ka një prapavi politike me disa nene që doni të ndryshoni për t'i lidhur duar drejtësisë. Sidomos në nenet për shpërdorimin e detyrës dhe nenet për pabarazinë në tendra që janë nenet më të përdorura nga spaku që ka futur në burg ministrat dhe kryebashkiakët e kësaj qeverie. Kjo është e vërteta, zoti ministër. Faleminderit zoti Kapri.